këtu, askush për jush nuk do ta marrim me sportivitet fjalorën e kryeministrit. Ke një detyrë atje, funksioni check and balance i kuvendit është pikërisht ky, qeveria këtu të vit japi llogari. Unë e kuptoj që kryetari i kuvendit vjen nga mazhoranca, nuk mund t'ia zgjidhësh ti Niko problemet duke shkelur bërskip kushtetutës në çdo mbledhje të kryesisë kuvendit. Janë ca nene që nuk mund t'i kalosh dot, zotëri. Janë ca të drejta të opozitës që nuk mund t'i kalosh dot. Ky është proces verbali. Faleminderit, zoti Tauland Balla, kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste ka kërkuar fjalën. Zoti Balla. Zoti kryetari i kuvendit, në seancën plenare të datës 24/9/2025 ka marrë fjalën ku bazuar në proces verbal kujtoj që kam kërkuar respektimin e nenit 44.2 të rregullores dhe citoj nga fjala ime. Seanca plenare fillon me miratimin e proces verbalit seancës më parshme, kur nuk ka vërejtje për tekstin, ai quhet i miratuar dhe nëse kërkohet ai votohet me ngritjen e dorës. Për proces verbalin, fjala u jepet vetëm deputetëve që kërkojnë të propozojnë korrigjim ose të saktsojnë mendimin e tyre. Kemi mbi 20 minuta që dëgjojmë këtu diskutantë që nuk kanë thënë asnjë fjalë për fjalimin e tyre historik të para disa ditëve dhe ju lutem zoti kryetar, për herë të parë pas kaq shumë viteve po ndodh një precedent që nuk ka ndodhur asnjëherë, nuk ka pasur diskutime të kësaj natyre në këtë pikë të rendit ditës. Diskutimet për procedurë merren pas miratimit të proces verbalit dhe pas prezantimit të rendit të ditës dhe me çështjet një për një. Ne kemi një çështje që është çështje ndryshme, kemi pasur një diskutim shumë të mirë sot, frytdhënës në konferencën e kryetarëve, gjova një deputete këtu që ju referua pikërisht kësaj çështje, po nuk ju durua dot që të shkonte tek kjo çështje. Dhe e mori fjalën për proces verbalin. Tani pak durim dhe le të shkojmë te kjo pikë dhe në atë pikë është i autorizuar kryetari i grupit parlamentar, kryetarët e grupeve parlamentar të marrin fjalën. Unë mendoj zoti kryetar, duhet japim fund këtij standardi të çuditshëm që nuk ka ndodhur, nuk mbahet mend që kuvendit filloj me debat për proces verbalin kur kjo është pjesa më e rregulluar e rregullores. E merr fjalën dhe thua, fjalën time në këtë pikë ma kanë thënë gabim ose mund ta çosh edhe me shkrim. Del ky tjetri thot, ka dal një raport, po kur është miratuar ky proces dal raporti. Ta mbaroj fjalën. Si e ka, po e kishim parashikuar këta që do dilte raporti. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Boçi ka kërkuar fjalën për proces verbalin, ju lutem qëndrojeni strikt rregullores. Po, zoti Veleshi, strikt rregullores, po vazhdoj atë, po e sqaroj mendimin tim se herën tjetër nuk na la që ta çonim deri në fund. Po më duhet debat në parlament, e dika dhe kryetari i grupit Partisë Socialiste. Kur na e keni dhënë hapësirën ju për debat, ne? Kur? Sepse zoti Veleshi, ne dolëm nga mbledhja e konferencës kryetarëve. Ja ku e ke, e ka marrë materialin aty. Dhe shënohet qartë që seanca e sotme duhet të ketë diskutim për çështje jashtë rendit ditës. Ndërsa në urdhrin tuaj të shpërndar, ju e keni heq këtë pikë, zoti Veleshi. Ja pra pas ka qenë këtu kjo, se këtu nuk është hequr. Ja ta marrin dhe kamerat. Dhe kjo është ajo që po bëni ju. Dhe ne ngrejmë shqetësimin. Dhe ne shfrytëzojmë çdo hapësirë për debat, po, edhe debatin për proces verbalin, edhe për procedurë, sepse e di se i keni bërë ju, zoti Veleshi, këtë parlamentin si dyqan pronari i cilës kërkon të pastroj para dhe pret fatura falso dhe përze dhe njerëzit, normal, edhe e mbyll 5 minuta. Ky është dyqan parlament, vini këtu ju dhe kërkoni të pastroni këtë politikën tuaj të pistë. Me këto seanca, 5 seanca pa folur askush, pa debatuar askush, vetëm hajde, hape, mbylle, sa jo pasaj ligjet pista për t'i pastruar, për t'i bërë pastra, interesat pista, po qofte edhe parat pista, mashtrimet pista, po edhe thikat pista kundër qytetarëve. Pra, po impononi, keni përgjithësi, po impononi një hapësirë të çmendur këtu. Sepse një hapësirë të çmendur nga një arsyeshme e dallon jo salla, jo luksi i pjesëmarrësve, jo njerëzit, e dallon heqja arsyes, po hoqja arsyen, ke vendosur çmendurin, ju po i hiqni arsyen. Arsyeja e parlamentarizmit është debati parlamentar. Dhe tani na vini gjoja me shpalla mas murit, po diskutojmë ne në minutazh, 2 minuta, 3 minuta dhe alarm i madh. Ktheni debatin parlamentar. Faleminderit. Ka deputet që kërkojnë fjalën për verbalin?
Zonja Çapja. Faleminderit të nderuar kryetari i Kuvendit. Kërkova fjalën pikërisht për atë që parashtroi dhe kolegu Ndoj. Në seancën e parë mu parashtrua pjesa e rregullores dhe pjesa e kushtetutës. Nga ajo seancë deri më sot që kanë kaluar shumë seanca, vijojmë sidomos në deputetet e rinj, mos vihemi përpara rregullores së re duke mos e ushtruar siç duhet edhe aktivitetin parlamentar. Kështu që të lutem në mënyrë të menjëhershme, në faqen e Kuvendit nuk e keni edhe sot që flasim rregulloren, na e vendosni në dispozicion. Faleminderit. Zoti Noka. Tani, çështjen e funksionimit të parlamentit mos e trajtoni si një çështje ping-pongu. Dhe është për të ardhur keq kur shikoj që spikeri i këtij parlamenti mësohet dhe komandohet dhe merr urdhra nga partia se si duhet të drejtojë dhe të menaxhojë seancat plenare. Këtu zotëri ka një kushtetut, ka dhe një rregullore se si duhet të funksionojë ky parlament. Po, është e vërtet që është mbledhur konferenca e kryetarëve. Por nuk janë të vërteta asnjë nga ato që tha zotëria. Pra nuk ka patur konsensus